ritakojemi përsëri për të folur në këtë emision për çështje ekonomike, për ekonominë botërore, për zhvillimet e vrrullshme që kanë ndodhur dhe ndodhin, për ekonomitë më të mëdha të botës, përfshirë dhe ekonominë e dytë më të madhe, që është ekonomia kineze, po gjithashtu edhe për çështjet e tjera që lidhen me marrëdhëniet, veçanërisht me marrëdhëniet ekonomike. Fjala vjen me marrëdhëniet e Kinës me Bashkimin Evropian që festojnë 50 dhjetorin, po edhe për çështje të tjera të cilat kanë interes publik, sidomos zhvillimet e mëdha në fushën e inteligjencës artificiale. Por gjithashtu, edhe për turizmin, edhe për element që lidhen me tregues të zhvillimit të rëndësishëm ekonomik të një vendi, me tregues të cilët kanë peshën e tyre në prodhimin e brendshëm bruto të këtyre vendeve. Kam nderin dhe kënaqësinë që të kem ekspertë të njohur të fushës, të cilët do të komentojnë sot pikërisht çështjet për të cilat do flasim dhe me lejoni të prezantoj është profesor Zef Preçi, drejtori ekzekutiv Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike dhe një analist i njohur ekonomik në Shqipëri. Profesor Dr. Mateo Spau, dekan i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Evropian të Tiranës, si dhe Igli Tola, pedagog Departamentin e Financës në Universitetin e Tiranës, një ekspert i ekonomisë. Faleminderit që jeni në këtë bisedë. Faleminderit për ftesën. Profesor Zefi, unë duaj një opinion fillestar tuaj që lidhet pikërisht me ecurinë e ekonomisë kineze, po e nis nga ekonomia kineze si ekonomia e dytë më e madhe në botë, me një tendencë për të rritur deri në 5%, një arritje më të mëdha që identifikohen sot në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Si e shihni potencialin e ekonomisë kineze dhe të ardhmen e saj? Së pari duhet të thënë që në vendet që janë me të ardhura të mesme, të ulta dhe të mesme, ku bën pjesë edhe Kina, përsinja rritjes nuk është që shpreh gjithçka, sepse të ndryshosh, do të themi 70.000 euro në vit për frym, edhe të ndryshosh 5.700 apo 6.000 sa kemi ne, mund të kesh përqindje më të lartë, por masa absolute ndryshon. Pavarësisht kësaj, duhet të thënë që në 2 dekadat e fundit, por saktësisht duke filluar që nga viti 1978, kur Kina u hap drejt investimeve të huaja direkte, është fakt i njohur që rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme dhe në këto vitet e 4-5 vitet e fundit, vitet e krizës, vërtetë diku te 5%. Çka do thotë që kjo ekonomi po performon mirë, nëse problematika që lidhet me plakjen e popullsisë, që lidhet me problemet demografike, problemet ambientale që lidhen me zhvillimin e ekonomisë, impakti që ka zhvillimi i ekonomisë, ngrenë probleme, ngrenë pikpyetje dhe kanë evidencuar, paktën sipas raporteve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, kanë evidencuar prirjen e ngadalësimit. Gjithsesi, duhet të thënë që është një ekonomi në erupsion, në zhvillim, dhe me peshë në ekonominë botërore, çka i ka hap rrugën debatit tashmë evident të një bote multipolare, multilaterale. Profesor Mateo, edhe unë do t'ju pyesja për të njëjtën tematikë, po duke patur parasysh që ka një koment që bëhet tash e quajnë Kinën si fabrika e botës para një sistemi industrial çalit me kapacitet të qëndrueshëm. Ekziston mundësia që pikërisht ky përcaktim të tregojë edhe dukurinë e zhvillimit ekonomisë të këtij vendi? Absolutisht po. Në fakt, që nga vitet e 10, siç tha profesor Preçi, në fakt Kina është bërë dal nga dal gjithmonë një më shumë fabrike botës, sepse ka lidhur bashk ato që janë leverdinë ekonomike, besueshmërinë e produktivitetit, stabilitetin politik dhe gjitha elementet e tjera. Pra, është konsideruar si një vend i sigurt ku mund të bësh biznes dhe i besueshëm në një kohë gjatë. Kjo është dëshmuar e vërtet si fakt. Gjithashtu dhe një rritje ekonomike, pra me kalimin e viteve dal nga dal edhe ajo që ka qenë rritje ekonomike në një mënyrë ose në një tjetër ka arritur të shpërndahet. Sot në Kinë kemi një shtresë të mesme të mirëfillt. Ende nuk është shumicë e popullsisë ndoshta, por gjithsesi është, domethënë se gjithë do thotë dhe vetë tregu i brendshëm kinez është një treg interesant, i rëndësishëm, jo vetëm për kompanitë që prodhojnë në Kinë, por edhe për ato jashtë saj. Dhe gjithë që do të thotë që rritja ekonomike kineze ndonse ende shumë le të themi kështu ndikuar nga çfarë ndodh jashtë saj, prap Kina, pra me tregun që ka arritur të krijojë brenda saj, do të jetë interesante të shikojmë, sepse që sot është një realitet, por do të jetë interesante të shikojmë se sa e rëndësishme do jetë edhe në raport me sfidat e reja që do vinë. Është fabrike e botës, absolutisht po, sepse po të shikojmë, qoftë produkte tërësore, qoftë një pjesë e produkteve të gjysmë të përpunuara, kalojnë nga elementi i, le të themi kështu, nga një përpunim diku në Kinë.
Por në këtë sens, këtu janë dhe sfidat e reja dhe problematikat e reja që presin Kinën dhe jo vetëm Kinën, por të gjitha shtetet e mëdha të kësaj bote dhe gjitha rajonet, është që me sa duket, globalizimi ka përfunduar në sensin se si ne kemi kuptuar. Pra, ato që janë limitet e pa kufi që deri më sot kishin përsa i përket kufive të padukshëm, pra që ishin taksat doganore, sot po rivendosen. Dhe po rivendosen në mënyrë, le të themi kështu, as të bashkërenduar, as shumë të paraprirë në fakt, sepse gjithsesi është duket si një gjë gati brutale, por që sot nuk kemi më fatkeqësisht një ekonomi globale, kështu që më shumë po krijohet ide një ekonomia rajonale dhe këtu futen sfidat e reja. Pra, ndërkohë që Kina është bërë e rëndësishme, është bërë gjithnjë më e pasur pikërisht nga ky globalizim. Igli, ti përcjell vazhdimisht edhe me studentët, po gjithsesi edhe në daljet e tua publike, pikërisht zhvillimet që ndodhin në ekonominë globale. Në sfondin e kulturës globale, për shembull në tregtinë dhe investime, ka një kërkesë të fortë nga tregu kinez, i cili fakt afron në botën porositë dhe mundësi investimi. Si e shihni pikërisht këtë element në potencialin e rritjes ekonomike dhe në treguesit e deri sot? Absolutisht, ajo që u tha dhe nga kolegët paraprakisht është fakti që ekonomia kineze është stabilizuar në këtë pozicionin si ekonomia që ofron atë avantazhe konkurrues më të lartë për themi manufakturën, për prodhimin, për shkak të shumë kushteve, kryesisht krahut të lirë të punës, resurseve, por normalisht edhe suportit të dhënë nga ana themi e shtetit apo nga ana e qeverisë atje për të zhvilluar ekonominë dhe për të qenë ai promotori apo furnizuesi i një sër ekonomish globale me produkte të prodhuara ose të gjysmë prodhuara në Kinë. Ndërkohë sot me zhvillimin dhe me zhvillimin ekonomik dhe me trendet e reja ekonomike, duket sikur Kina po merr avantazh edhe atje. Pra, duke mos qenë më thjesht dominante në prodhim dhe në tregti, por duke filluar dhe marrë pjesë dhe një pjesë konsiderueshme, një peshë të konsiderueshme dhe peshë që vjen në rritje edhe në sektor që përpara ishte shumë infantile, siç është rasti i shërbimeve, apo edhe aty ku është sot konkurenca më e madhe që është në atë luftën që bëhet për teknologjinë, ku investimet e bëra dhe themi ai suporti i ofruar diku po merr themi edhe atë returnin mbrapsht. Dhe absolutisht në këtë mes është një konkurrencë e madhe që normalisht janë pak operatorë të mëdhenj që konkurrojnë me njëra tjetrën, kur flasim operator nivel global, por Kina gradualisht po fillon edhe të merr atë peshën e saj që është relativisht goxha e konsiderueshme, duke u bërë edhe ai oponenti i SBA-ve në këtë mes, pra duke mos qenë më thjesht shërbyesi i këtyre, por duke dalë edhe tjetë edhe themi konkurrenti direkt në një sër aktivitetesh apo sektorësh ekonomik që deri pak përpara nuk konsiderohesh si monopol i superfuqive. Diçka për shtuar për të rikthyer tek karakteristikat që shfaq ekonomia kineze. Ajo është një ekonomi që është orientuar hap mas hapi drejt prodhimit. Së dyti duhet marrim parasysh që ekonomia kineze ka një kërkesë të madhe konsumatore të brendshme, gjë që përsëri shërben si stimul për zhvillimin e tregjeve të ndryshme. Ndërkohë politikat që janë ndjekur e përsëris për thithjen e kapitalit huaj e kanë inkurajuar që gradualisht kalohet nga ato produkte që kërkojnë punë të gjallë në mënyrë ekstensive dhe produkteve teknologjisë lartë të tjera, dhe është bërë që përmendi kolegu si një konkurrues i pranueshëm, i besueshëm në tregjet globale. Kuptohet që aty ka probleme që lidhen me rregullimin e tregjeve, me subvencionet, me teknologjitë kritike e tjera që do të diskutojmë në vijim, por zë një peshë të rëndësishme globale dhe është një faktor që ecën me ritmet e saj dhe që i jep dimension tjetër kohës kur jetojmë. Profesor Preçi, mbetemi tek ju sepse viti 2025 shënon 50 vjetoren e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Kinës. Qendra juaj sigurisht që bën investime, kërkime dhe madje edhe publikime që lidhen pikërisht me trendin e zhvillimeve ekonomike botërore, po përfshirë veçanërisht Bashkimin Evropian edhe Ballkanin dhe Shqipërinë. Në këto kushte, si do ta vlerësoni që këto dy forca kryesore botërore, pra dy tregje global siç janë
tregu i Bashkimit Evropian dhe tregu kines, si mund të afrohen, si mund të bashkëpunojnë, cilat janë dukuritë e shkëmbimeve dyparshme mes tyre? Shiko, është vërtet japësh një opinion nga ky këndvështrim. Ajo që mund thuhet është që Bashkimi Evropian e shef Kinën si një partner dhe njëkohësisht si një rival. Dhe nga këndvështrimi i partnerit janë një numër i madh teknologjish, prodhimi makinave dhe disa tjera shumë të rëndësishme të Europës që prej dekadash janë transferuar në Kinë, ashtu sikurse Bashkimi Evropian po tregon vëmendjen e duhur, ndoshta edhe nën bashkëpunimin dhe presionin amerikan që teknologjitë kritike t'i administrojë vetë. Dhe në këtë këndvështrim, 50 vjetori i vendosjes marrëdhënieve ekonomike, tregtare e tjerë midis dy bloqeve, midis Kinës dhe Bashkimit Evropian, provon që në mënyrë të qëndrueshme Kina mbetet importuesi i dytë në Bashkimin Evropian mas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht një absorbues i madh i prodhimeve dhe shërbimeve që vijnë nga Bashkimi Evropian. Dhe në këtë këndvështrim, ndjeshmëria europiane sa i takon politikave mbrojtëse që ushtrohen ndaj disa produkteve që nxjerr Kina apo problematikat që lidhen me administrimin e sigurisë e tjerë vazhdojnë të jenë evidente, por kjo nuk ka cënuar dhe nuk cënon intensitetin e shkëmbimeve. Pra është një marrëdhënie me interes të ndërsjellë dhe që me ripozicionimin ekonomik, ndoshta dhe politik, ndoshta dhe më tej ushtarak, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajt e fundit, do ta bëjë që rrugët ekonomike më natyrshëm t'i hapi rrugë vetes, domethënë bashkëpunimi ekonomik dhe natyrshëm të konsolidohen më tej këto marrëdhënie që marrin në konsiderat si burimet njerëzore, ashtu dhe ato natyrore, potencialet pra që disponon secili vend. Mos harrojmë që Kina nuk është vetëm një partner dhe rival i Bashkimit Evropian, por njëkohësisht ka një prani të zgjeruar me investime kryesisht në Afrikë që përdor si burim të lëndëve të para e tjerë dhe njëkohësisht ka marrëdhënie intensive me burimet e energjisë, gazi, nafta ruse e tjerë. Profesor Shpao, edhe për ju është pothuajse e njëjta pyetje me të njëjtën logjik. Si e shihni pikërisht këto marrëdhënie, ku pengohen, ku favorizohen, ku ndihmohen midis këtyre dy shteteve të mëdha, dy grupe? Unë lash atë që thash pak para duke marrë parasysh këtë skenari të ri që po krijohet. Pra nuk kemi më një botë globale, po kemi një botë rajonale ose disa makro rajone ku gjithë secili ka atë vendin e vet dominues. Kina ka të vetin. Në këtë sens, vetë Shtetet e Bashkuara kanë nxjerrë veten nga kjo pjesë, sepse vetë kanë vënë limite dhe barierat doganore jo më Kinës, por edhe Kanadas, vendeve të BE-s së shpejti, Meksikës e kështu me radhë. Pra, kemi Bashkimin Evropian që po krijohet nga krau tjetër, pra jo vetëm si element ekzistues, por edhe duke dhënë vetes gjithnjë më shumë pushtete në mënyrë indirekte, edhe pa dëshirën e vet, por kështu po ndodh. Dhe me sa duket Kina është në një situatë ku le të themi do ketë sfidat e veta përse përket eksporteve, sepse siç u tha pak para është një ekonomi prodhuese, por që bazohet edhe mbi shumë eksporte. Pra në këtë sens do jetë një sfidë pikërisht të gjesh tregje. Të riorientoj. Dhe natyrisht ajo që ndodhi me Europën, me luftën e Ukrainës, ku Europa u desh të riorientonte furnizimin me lëndët e para dhe të riorientonte edhe eksportet e veta pjesërisht, sepse Rusia nuk ishte më disponueshme, ashtu do të duhet që të mendohet edhe të riorientohet edhe Kina në mënyra dhe në drejtime të caktuara. Dhe këtu mund të lindin kombinacione interesante, jo vetëm të forcohen raportet që ajo ka pasur me Rusinë, që gjithsesi ka të mirat, po edhe problematikat e veta, sepse Kina deri më sot ishte në një situatë ku ishte përtej palve, dhe në raporte pozitive me gjithët, ishte udhëhequr nga ekonomia, jo nga një, le të themi kështu, drejtim politik, themi kështu. Pra nuk ishte një, le të themi, një drejtim ku ishin mendimet politike dhe dakordësimi politik që vendoste ekonominë. Ishte ekonomia, pra, që le të themi kështu e bënte që Kina të shkonte përtej palëve të caktuara. Pra kjo është vetë një sfidë sepse raportet e thelluara me Rusinë mundet të krijojnë problematika të caktuara, nga ana tjetër
krijon mundësi të reja për akorde me Bashkimin Evropian, krijon mundësi të reja për akorde edhe me vendet e Amerikës Latine, me Kanadan në vetvete. Pra, gjithsesi, pra duhet të them pavarësisht se jemi në këtë situatë, mundet të krijojnë kombinacione që deri më sot si kishim menduar. Dhe kjo është në fakt jo çdo e keqe vjen për keq, kur themi ne. Pra në këtë sens. Ama që është e vërteta, le të themi kështu që tymnaja që është krijuar vlen për të gjithë. Pra sot, edhe të gjithë po kërkojnë të shikojnë ato që janë mundësi të reja ose probabilitetet që mundet të gjejnë, sepse me një Amerikë që ka ndryshuar ato që është politika e vet, ka influencë, pra krijon pasojat e këtij gjithë. Dhe në këtë sens, gjithë po kërkojnë të kuptojnë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen në këtë sens. E njëjta gjë vlen edhe për tregjet. Dhe unë besoj se gjithnjë më shumë fatkeqësisht, pikërisht sepse është krijuar kjo tendencë globale tashmë, të gjithë do të jenë të vëmendshëm jo thjesht për tregje të reja, por edhe çfarë bëhet me tregun e brendshëm. Pra, në këtë sens besoj se gjitha vendet e mëdha, duke filluar edhe nga Kina, do të kenë atë detyrimin për të parë se çfarë ndodh me zinxhirin e brendshëm të krijimit të vlerës, po edhe të krijimit të konsumit. Pra, në këtë sens do të rishikohen pak për mendimin tim ato që janë edhe të drejtat e konsumatorëve. Pra, ose fuqia vlerës. Fundit konsumi është ai që ndikon tek të gjithë treguesit e tjerë. Profesor Tola, si ekspert i ekonomisë, një koment të shkurtër që lidhet pikërisht me ekonominë e dytë në botë për sa i përket potencialit të saj dhe ndikimit që duhet të kenë zhvillimet e fundit botërore, qofshin ato që përmendi profesor Mateo që lidhet me Amerikën, por qofshin edhe riorientimet që me drejt profesor Preçi përmendi në shtete të caktuara të Bashkimit Evropian për të patur bashkëpunim, rritje të bashkëpunimit ekonomik. Në këtë vrullin që Kina ka në terma global, janë disa faktorë që po e pengojnë që të shprehë atë potencialin e saj, themi maksimal, që kryesisht janë të lidhura me këto politikat lidhur me sigurinë kibernetike, që normalisht shtetet e ndryshme si SBA-ja, po edhe Unioni Evropian janë shumë strikt dhe shumë rigoroz në atë që i ofrojnë dhe çfarë e sankcionojnë për të vepruar. Janë ato protokolli i famshëm i Parisit që lidhet me pjesën mjedisore, ndotjen që përsëri emetimet e gazave që përsëri shërbejnë si një mënyrë për të frenuar atë rrullin e saj, sidomos në prodhim manifaktur, por edhe në gjithë edhe në sektorët të tjerë të ekonomisë. Dhe mendoj që me ndryshimet e fundit politike që po ndodhin, apo gjeopolitike që po ndodhin, si me ardhjen e Trumpit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe një lëvizje që po shihet, që po ndodh brenda Bashkimit Evropian, sidomos me zgjedhjet e fundit që bëhen në shtetet anëtare, ku po kthehemi një kthim të së djathtës, mendoj që një frym apo një lëvizje drejt politikave më të djathta, pra duke stimuluar biznesin, duke u larguar nga ato qëllimet sociale ose dominimi i qëllimeve sociale apo qëllimeve mjedisore, mendoj që do japi mundësi Kinës që të bëhet akoma dhe më e fortë në këtë garën e madhe që po rihapet. Pra, sot jemi në një situatë në vitin 2025, meqense edhe emri emisionit është i tillë që themi biletat janë të hapura. Pra, është rinisur loja dhe patjetër që në këtë moment secili nga operatorët apo secili nga pjesëtarët në tavolinë do ofrojë atë që di më së miri të bëjë. Dhe normalisht Kina aty ku ka avantazh konkurrues vijon të jetë e fuqishme dhe po mundohet të marrë terren përmes këtyre gjërave. Marrët një temë, jo profesor, të afirmoj, po marrët një temë interesante që të vazhdojmë mbas opinionit që mund të jap profesor Preçi. Kisha fjalën pikërisht për aplikacionet e inteligjencës artificiale dhe një lloj jo konflikti, po një lloj konkurrueshmërie e jashtëzakonshme te DeepSeek-u e kam fjalën. Po. Përgjigjem pyetjes tuaj në vijim çfarë tha kolegu Tola. E vërteta është që sfida e ekonomisë kineze në ditët e sotme është përmirësimi i klimës biznesit. Ato probleme që kanë gjitha vendet me institucione të dobta, të politizuara, pa përvojën e duhur e tjerë. Dhe këtu praktikisht hyn probleme që lidhen me sundimin e ligjit, hyn probleme që lidhen me drejtat pronësore, hyn probleme që lidhen me respektimin e konkurrencës dhe shmangjen e subvencioneve të fshehta apo forma tjera që deformojnë konkurrencën në nivel ndërkombëtar.
Në të njëjtën kohë, duke i parë krizat si mundësie, duke i parë zhvillimet ndërkombëtare, kuptohet që përvoja akumuluar nga ekonomia kineze në sidomos 2 dekadat e fundit i kanë dhënë mundësinë për të përshtatur dhe njëkohësisht për ta gjetur veten në raport me konkurrentët e vërtet që është Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën kohë, problematika që lidhet me ngadalësimin e rritjes ekonomike, që lidhet me problemet strukturore, që lidhet me problemet demografike, vjen duke u bërë për herë më evidente dhe nuk është kollaj që të ruash ritme të larta rritje dhe kur rritja ka shënuar progres. Ti kthehemi DeepSeek-ut, jo përmendë prapë si një konkurrencë të ashpërtashme duhet të thënë midis Kinës dhe Shtetit Bashkuar për sa i përket inteligjencës artificiale. Ju dini që në harkun e më pak se sa një viti, diku për rreth 9 muaj, nga 23 që në 24-ën, u arrit që duke filluar me një startup të ndërtohet një program që realisht është konkurrues me ChatGPT-n dhe me elemente të tjerë të kësaj natyre. Si duhet të investuar shumë, besoj, sepse janë investime kolosale. E vërteta është që kostot e përgatitjes janë shumë herë, deri në 10 herë, thonë vlerësime të ndryshme, të paktën nga burime kineze, se sa kostot që ka për të njëjtin aplikacion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në njëjtën kohë është fakt që në Apple apo në këto kompanitë e mëdha ku përdoren këto aplikacione ka një përdorim që përmenda disa muajsh, në janar këtij vitit pak një raport i fundit thotë që doli në top list, do thotë që ka gjetë klientelën e vet pranimore. Kjo tregon që mendja njerëzore, ligji i numrave të mëdhej bën punën e vet, edhe njëkohësisht mendja njerëzore avancon pavarësisht rrethanave, kushteve e tjerë dhe nëse krijohet një mjedis i përshtatshëm, Amerika shquhet për aftësinë për të absorbuar talentet, por me sa duket edhe Kina, domethënë është në garë për këtë. Jo, nuk e di nëse kolegët e përdorin DeepSeek-un apo e njohin teknologjinë. Në akademisë nuk kemi tendencën t'ju themi studentëve të mos t'i përdorin. Drejt. Do të themi politikisht korrekt, politikisht. Por është vërtet që të gjitha këto që janë pjesë e inteligjencës artificiale, gjitha këto programe janë programe të cilat le të themi unë personalisht besoj se gjithë duhet t'i konsultojnë. Pastaj le t'i ripërpunojnë në raport me ato që është tendenca, aftësi, diet dhe dakordësia apo jo, sepse mundet që ChatGPT të thotë një gjë, DeepSeek-u diçka tjetër me një argument të caktuar, por i bie që pastaj jeti që me turin tënd duhet dish ta përpunosh. Nuk më çudit në fakt që Kina edhe me këtë gjë konkuron në nivelet më të larta, sepse sot në Kinë kemi produkte dhe shërbime nga më të thjeshta tek ato më të ndërlikuara dhe teknologjikisht më të përparuara. Mos ta harrojmë që Kina sot ka pak a shumë 20% popullsisë globale, kështu që është normale që të ketë dhe 20% të mesatarisht edhe të risive globale. Dhe në këtë sens ka pasur shumë polemika, është folur shumë për këtë gjë midis konkurrencës DeepSeek dhe ChatGPT, por që në fundit mos harrojmë që këto janë programe të cilat mbledhin pak a shumë edhe çfarë ka në internet, çfarë ka rrotull dhe kush janë informacionet që hedhësit fillestar kryejnë tek këto aplikacione, kështu që avantazhin DeepSeek-u e merr te baza e resursit, pra resurset që ajo akseson është shumë më i madh normalisht edhe interpretimi që i bën është dhe gjykohet që këto burime kanë qenë kundrejt kostos shumë të ulët në krahasim me kostot. Edhe abonimi vjetor, mujor apo vjetor është më i lirë. Në tema operativ absolutisht është një program konkurrues me ChatGPT apo platforma të tjera të inteligjencës artificiale. Duhet pranuar që përfundojmë tek fjala e vjetër kineze, nuk ka rëndësi më se nëse është e bardhë apo e zezë, rëndësi ka që gjuha në mi, dhe është kosto determinante dhe pavarësisht çfarë diskutojmë, çfarë lexojmë, e vërteta është që disitë e tregut bëjnë punën e tyre dhe tendencat për të mbyllur ekonomitë e vendeve përveç se varfrojnë
qytetarët e vendeve përkatëse ndikojnë negativisht edhe në shpërndarjen e potencialeve zhvillimore, të burimeve e tjerë. Shembull konkret është me automobilat elektrik, që pavarësisht penaliteteve, sanksioneve vendosura, sot prodhuesi më i madh global është Edhe tarifave që është kompani kineze. Prandaj nuk është se thjesht mund ta vonosh një proces, por në fund fare destini është i përcaktuar. Dhe relativisht, duhet të themi, ekonomia është e lidhur dhe me politikën. Në momentin kur ti vendos tarifa, taksa, ti heq një të drejtë konsumatorëve. Zvogëlon numrin e konsumatorëve. Jo vetëm, por heq dhe meritokracinë. Pra kush është më bravo, si të shkosh në shkollë, dhe më bravo si thua jo, ti do nglesh në klasë, kurse ju të tjerë mund të kaloni. Pra, në këtë sens, vendosja e tarifave ndërkombëtarisht për të mbrojtur një ekonomi kombëtare në dëm të tregut global është një gjë negative. Jo vetëm për vendet e tjera, por edhe për vetë vendet që vendosin në kohë afatmesme dhe afatgjatë. Dhe unë nuk e kuptoj, sepse ka qindra mijëra raste studimi në ekonomi që demonstrojnë pikërisht këtë gjë. Por, me sa duket, duhet të themi që edhe pjesa më e madhe e popullsisë globale ndoshta duhet të konsultojë DeepSeek-un dhe ChatGPT-n për të kuptuar këtë gjë, sepse megjithëse nuk e kanë mësuar në shkollë, që konkurenca nuk duhet limituar, nuk duhet këputur, së paku ta mësojnë të këto motore kërkimi dhe të këto aplikacione, sepse realisht është një tendencë e gabuar. Përse përket DeepSeek-ut, kam vënë re që ka pasur shumë polemika se si ChatGPT në raport me DeepSeek dhe anasjelltas kanë trajtuar njerëz të ndryshme ose kanë dalë në përfundime të ndryshme në raport me. Por kjo është një, le të themi kështu, unë nuk shikoj çudi sepse është një zgjatim i opinioneve të njerëzve. Pra, nëse njerëzit kanë opinione të ndryshme, nuk kemi pse të çuditemi pse AI, programet të ndryshme kanë opinione të ndryshme. Pra, edhe kjo është më duket natyrale. Më lejoni që tap një segment të shkurtër në këtë emision që ka të bëjë veçanërisht me politikën që ndjek Kina për sa i përket politikës pa viza, pra rritjes së të gjithë atyre, sidomos edhe europianëve që dëshirojnë të vizitojnë Kinën, dhe sigurisht që kanë ndikim të madh. Në gjykimin tuaj, çfarë të mirash sjell një politikë e tillë? Shiko, ne duhet ta kuptojmë që Kina është një univers me vete dhe atë çfarë kemi dëgjuar dikur dhe kemi parë me sy pastaj kur kemi pasur rast të vizitojmë Kinën, kam pasur fatin të jem 3 herë funksione të ndryshme, delegacion edhe privatisht. Ajo që mund të them është që Kina vazhdon të metet si perceptimi i kutive kineze, që kur futesh brenda shef një kuti tjetër, një tjetër pafund. Ndërkohë se takon promovimit, ata kanë kulturën e tyre, kanë traditën e tyre në shtet ndërtim, kanë mënyrën e tyre se si realizojnë interesat e tyre edhe jashtë vendet, si ndërtojnë marrëdhëniet me vende tjera, me popull tjerë. Janë të prirur të thonë që nuk diktojnë kulturën dhe bindjet e tyre, në njëjtën kohë mbrojnë me stoicizëm, vijimësi, interesat e veta. Dhe në këndvështrimin e promovimit kulturës që ju përmendni atë lëvizjet pa viza me radhë, duhet dini që në Kinë ka një mix të Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Turizmit dhe Ministrisë së Bujqësisë. Dhe kjo ka bërë që nga njëra anë stimulojnë prodhimin vendas, nga ana tjetër të krijojnë blerës, të ofrojnë blerës potencial, edhe njëkohësisht kanë mbrojtur kulturën, Kjo është një provojë e mirë, besoj që shkon në këtë linjë që po përmendi. Patjetër, domethënë prandaj edhe ka funksionuar dhe është fakt që turizmi atje zepesht të rëndësishme dhe fakti që ekonomia ka avancuar qoftë në përmirësimin e infrastrukturës, qoftë edhe në reduktimin e varfërisë. Mjafton të kujtojmë se sipas shtypit kinez, gjatë dekadës fundit rreth 800 milion kinez kanë dalë nga rrethi i varfërisë dhe sot që flasim, jo më shumë se 17%, ose afërsisht 1 në 5 familje është në kushte varfërie, një tregues që kaq që kemi edhe ne këtu, domethënë që jemi në Europë. Dhe në këtë këndvështrim ata ndjekin një politikë që synon të promovojë kulturën e tyre dhe fluturimi pa viza është një mënyrë që joshin segmente të caktuar shtresës mesme që ka mundësinë të fluturojë nga vendet të treta drejt Kinës. Po, profesor, gjë shumë e mirë, sepse ecën në vijën e mos limitimit dhe në këtë sens po pra është një hapje dhe në këtë sens unë e shikoj shumë pozitivisht. Shikoj shumë pozitivisht sepse në fakt tregon që vendi nuk ka çfarë të fshej. Pra, dhe për gjithë ata që janë turistë, studiuesit ose biznesmenët,
tregon që vendi ka çfarë të ofroj, ka çfarë të shikosh, dhe siç u tha pak më parë, Kina është një kontinent, jo thjesht një vend. Dhe por elementi pozitiv që unë shoh për kësaj është që gjithmonë më shumë po bëhet një shembull pozitiv, sepse jemi në një situatë ku jemi duke vendosur kufi mbi kufi. Dhe ndonë se në ndonjë rast ka arsye reale, se unë e kuptoj që midis Rusisë dhe Ukrainës duhet të ketë kufi dhe duhet të ketë kujdes, por nga ana tjetër në momente të caktuara jemi në një situatë ku kemi bllokime që janë jo racionale ose pengesa të kota. Kështu që në këtë sens më pëlqen tendenca që Kina ka që të mos të vendosi kufi aty ku nuk është e nevojshme ose nuk është e domosdoshme. Dhe nga ana tjetër e shikoj si element shumë pozitiv që të mirëpresi turistë tuaj, kryesisht, po edhe të jemi në një situatë ku gjithmonë më shumë kinezët kanë mundësi të udhëtojnë jashtë shtetit, pikërisht edhe si pasojë të krijimit të shtresës së mesme për cilën u fol përpara. Të bëjmë pyetje që është pyetje fundit për shkak se dhe emisioni ka një limit, po që lidhet fikërisht me konferencën e sigurisë në Myni, ju e keni ndjekur me siguri, ku krye diplomatik kinez tha se Kina është e vetëdijshme për rolin dhe pozicionin e saj, sidomos për përgjegjësitë e saj ndërkombëtare. Unë do t'ju pyes, si komentoni ju këto iniciativat palës kineze që kanë të bëjnë me ruajtjen e paqes apo qoftë edhe me nxitjen e zhvillimit botëror në kushtet në të cilat ndodhemi? Mund ta merrni fjalën profesor. Në këndvështrimin tim, këto janë të lidhura me politikën që ndjek qeveria kineze, që ka të bëjë me mbrojtjen e interesave të veta kombëtare, që ka të bëjë me promovimin e arritjeve të Kinës, dhe njëkohësisht me eksportin e dijes, kulturës, modelit sistemit që ndjeket të tjerë, dhe njëkohësisht thelbësore në referencë të konferencës që ju përmend, konferencës sigurisë Mynihut, fillim këtij viti mos gaboj, do të thënë që Kina po kërkon të fitojë vendin e saj në një botë jo më unilaterale, as bilaterale siç ka qenë 60-70 vjet, por do jetë një botë trilaterale, pra kërkon të fitojë atë dimension që pretendon që ka dhe arritjet e saj jo ofrojnë. Dhe bën thirrje për respektim të ligjit ndërkombëtar, i cili është një çështje shumë e diskutueshme në ditët e sotme, dhe njëkohësisht kërkon që të mbrojë interesat e veta dhe bashkë me këtë ofron modelin e saj sa i takon paqes, sigurisë, neutralitetit e tjera si këto. Në fakt po mendoja që bota do vijë të jetë bilaterale, sepse për mendimin tim Rusia nuk është në listë. Pra, e thënë ndryshe, një vend që të jetë i madh sa të doj, por që ka prodhimin e brendshëm brut të Italisë, sado që të lodhet për të financuar ushtrinë e vet, sado që të ketë bomba bërthamore, është pushteti ekonomik ai që të Pra ju mendoni që SBA dhe Kina, këto dy janë ekonomitë më të mëdha. SBA dhe Kina do të jenë aktorët kryesorë. Mundet të ketë nga pikpamje ekonomike, një tjetër aktor kryesor që mundet të jetë Bashkimi Evropian. BRICS-i është, unë e shikoj më shumë si një tavolinë. Kina, Rusia, drejt BRICS-it, India, Unë e shikoj më shumë si një tavolinë të rumbullakët. Saudite. Unë e shikoj më shumë si një tavolinë të rumbullakët, ku pra një G7 alternative, por ajo nuk është një palë BRICS-i. Pra janë vende që kanë interesat të ndryshme. Edhe brenda kanë konkurrueshme. Kanë konkurrojnë dhe njëra tjetrën, pra ndonjëherë dhe luftojnë nga pikpamje tregtare njëra tjetrën, por ulen ashtu siç duhet dhe shumë mirë bëjnë që ulen, rrotullin tavoline edhe për të gjetur akorde mbi çështje të ndryshme ose pikpamje të ngjashme, siç e ka bërë Shtetet e Bashkuara me aleatët europianë, me Europën Perëndimore, kështu me radhë. Përtej kësaj, unë besoj se në thelb, pra dy aktorët kryesorë do të vijojnë të jenë po ato. Dhe nëse do ketë, si them, kandidat për aktor në të ardhmen, do të ishte padyshim India, do të ishte padyshim Bashkimi Evropian dhe më larg pastaj vendet të tjera, por që gjithsesi në këtë sens le të themi kështu që po, është e vërtet që është normale që Kina kërkon rolin dhe vendin e vet në mënyrë sa më të qëndrueshme. Mund të themi që deri më sot, pavarësisht numrit, pavarësisht dimensionit,
në shumicën e rasteve, gjitha ato që kanë qenë diskurset ose le të themi kështu ndasit ndërkombëtare në rastin e Kinës janë zgjidhur me diplomaci. Kjo është në mbrojtje të ekonomisë, jo vetëm të paqes. Profesor Tola, si e shihni ju pikërisht të nxitje që kërkon të jap Kina zhvillimit ekonomik botëror? Absolutisht Kina po mundohet që ndryshe nga ç'është bërë apo ç'ka qenë ideja deri tani për të ndarë këtë tortën që është ekzistente dhe kush do marrë atë pjesën më të madhe, ajo që po tenton të hidhet si tezë është për zgjeruar tortën, pra për zgjeruar mundësitë, për zgjeruar tregun dhe normalisht secilin pjesën takuese respektive do të jetë më e madhe. Pra edhe suporti që po ofron në inteligjencë artificiale, në zhvillim teknologjik e kështu me radhë, po punojnë gjithmonë më shumë për të ofruar një output më cilësor dhe më të madh që normalisht do jetë në kontributin e gjithë zinxhirit vlerës në fund ditës. Më pas çdo kërkesë tjetër që ajo ofron apo kërkon edhe në rast të konferencës Münchut, nuk është vetë se ajo manifeston atë që themi për cilën ka punuar gjithë këto vite, që është për të pasur atë padronin e saj, që qenë padron atë zonë e saj të influencës. Dhe normalisht duke qenë padron atë zonë influencë, ajo ofron dhe një farë garancie, apo ofron disa themi garanci apo disa siguri në nivel ndërkombëtar që themi paqja apo dhe stabiliteti ekonomik në këtë rajon do të jetë nën supervizim apo nën atë garancinë që ajo ofron dhe është më së normale me këtë zhvillim ekonomik që ne po flasim sot, pra në këtë botë kaq globale dhe kaq diverse, patjetër që një dominim i vijushëm vjen gjithmonë dhe bëhet më i vështirë për tu mbajtur. Sipas perandorisë romake dikur që u bë aq e madhe sa u bë shkatrimtare vetes në Paris. Duke ushtrim pushtime. Ishim në një bisedë interesante me komentet dhe të dhëna që për të së vërtetës duhet të them që më pëlqyen, me ekspertë të nderuar, të cilët sigurisht për shkak të dijeve, njohurive të tyre dhe të ndjekjes sapasapi që i bëjnë ekonomisë botërore, përfshirë ekonominë e vendit të dytë, ekonominë e dytë më të madhe në botë, arritën që të sjellin në fokus të këtij emisioni pikërisht tendencat që ka zhvillimi ekonomik sot në Kinë dhe në botë, po sidomos edhe potencialet e tyre. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur të përshëndes për këtë bisedë profesor doktor Zef Preçin, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, profesor doktor Mateo Spaun, dekan i Fakultetit Ekonomik, Universiteti Evropian të Tiranës, si dhe profesor Igli Tolën, pedagog në Departamentin e Financës, analist i ekonomisë dhe një i emisioneve të mia. Ne do të rishihemi përsëri në emisionet e ardhshme, duke falendëruar të ftuarit e mi. Përshëndetje dhe miru ta kofshim.